Lucia, jemi për pushime. Është e pabesueshme që merresh me pastrim. Duhet të ishim duke bërë pazar tani. Edhe un kam qejf të dal dhe të zbavitem, por nuk kam zgjidhje tjetër. Më parë duhet të rregulloj dhomën. Shpresoj që të kesh një takim me Kajton më vonë apo jo? Jo, nuk kam asnjë takim. E gjora, është e vetmuar dhe e braktisur. Në mos gaboj, edhe ti ke dëshirë të dalësh me profesor Mizuki, nuk është kështu? Nuk varet nga ne. Ai është i zënë duke u marrë me disa grupe emergjencash. Përndryshe do të ishim gjithmonë bashk. Ka Lucia e mbarove pastrimin. Anon ngriu nga karika dhe pastroi dhe. Ndërpresim transmetimin për një lajm që sapo mbërriten në redaksi. Mendoj se kemi Tjetër në urdhrat e tua, komandante. Lucia, për çfarë po flasin ato? Ju flasim nga parku ujor i qytetit ton. Më në fund mund t'ju tregojmë delfinin ton të mrekullueshëm gjyroz, që u gjet disa ditë më parë në lumin Momoa. Aktualisht delfini po mbahet në nënvëzhgim. Shpresoj që delfinin të mos e kenë kapur vetëm sa për t'i bërë reklam. Është me të vërtetë e çuditshme. Mua më duk sikur delfini po fliste. Do ta mbyllim për momentin, por ti qëndro aty, edhe nëse kemi të reja na kërko linjën menjëherë. Shikoje mirë gjithë këtë turm që është mbledhur këtu. Po ti nga dole këtu. Tani po që gjithçka është e qartë. Parashikoj një sër të lashesh që po afrohen. Lashe të mëdha. Duhet të nxitojmë tani. Duhet të nisemi për në parkun ujor. Dua ta shoh vet atë. Tani. Një delfin në rrezik. Por që nga një delfin? Sa e çuditshme, si pas ka arritur deri këtu.